ngëne që të sen jaran, shka në ka bova ki para një mujit. Në Gjermani që jem, me të vërtet nuk jem vak më mirë fart me këto sene. Një shok jam janë nisi për shumë me farqikje këto në Kosovë, mësë janë hek vizat, apet. Shkruj edhe kur vjen pushim këtu e lën terminin mu taku me tha. Na ka dzëke kanë ardhur ke valla, kom gjeti çik mirë, po shkruaj me tha ka pak e. Tu i pëlqy maksimum. Vjen këtu mu pa me ta, si të shihet i pëlqen çaq fort edhe vendos më një herë. Fejohet. Kur vjen atje u gëzu, tha jon feju sa në hade për hajkoft. Edhe i thash vallai, thash më sjegut pak, a di shpejt se unë po mbjem marr më shpesh në Kosovë, pe di që janë famna tek tuhit. Jo krejt, po një pjesë. Ja, më ka pëlqy shumë, është familje mire, qike mire, krejt. Aja qika të ushit, qike mirë për ati, edhe vërtet me një takim është zërë, se sune njerin, po edhe ata, shka po jetojmë në atje nuk po kem ku mu mirë me dalë shpeshe, me pa shpeshe, njëherë po vjen pushim, po munduhet me krykejt njeri. Nëse mo, fejohet a jarani, mas një muj, e merë atje qiken, hajtë që të për 4 muja, din që është. Për marak, qika të i dale mirë, to e dashkën maksimum, i knajs me to së dush, shkum në shok të punës me nejtë aj, ku shkuj me një dëst ato, mirë, po henu se më në bo hizmet, për marak nusja rap, pe shoki, po casitet ka pak po më prek me bryll, po me thonë, adë nësë kishëm që me full për ati shokit, nese moj petëm qaja dollëm, tha, birë, tha, do me të kalzu di shka, he? Tha, a e po atë qatë qik, thash po, tha e në gjufta, që shbe në gjufte, tha pasha zotin masaj ka punu, mo bre, tha valahin masaj tha ka punu në Prishtinë. Mo, ha, si besej shaheq, beba i ke tha po, tha mu, tha më kanë gjesh vetë jo, që shmi ka dzuk ti shokit. Tha ka dzej ti, thash, ja valahi s'muj, sa i bindun që qika është e ndeshme maksimum, adin, ishtë dashurun ta, thash, ja, unë mi ka dzuk s'muj, thash, tesh mi ka dzuk, ka dzej ti. U matë ka mi ka dzu, a mësë mi ka dzu, po ka gjajaran edhe dikur vendus, e thërëm telefon, dollëm po pim kafe. Tha këshore, do me të ka dzu di shka. Tha, me qatë qike, tha që e martu ti, tha, qaja qik, tha ka përnu në masaj. O prej njeri, tap. E pa besush me zbesej ke kur qysh heq. Ja po, ja jo, tha pasha zote, tha, sërë më shkum për shem, tha që kja mu më kanë gjish. Mo më rëzë besej ke kur qysh u preja, i rasi kur me thonë ku më di qka, bedin. Po, par me besu mirë, tha, njerë tha s'pët besej, tha qërë mësëm besëf shta këshyre që tu, tha e ka një tatu, emnin e frejerit, tha e ka të shkruun. Si ja ka përmen tatu, mi su prejt, si ja kish po tatu nej. Tha po tatu në ka, tha dhe ish kanë munu me shlyu diçka që tu. Nejse, mo shkën shpe, edhe hene veta qike në rënë, tak. E bindu, tha njëherë s'pranej ke heq, tha dikur, tha e pranej, tha qërën masaj, tha nuk kum punu, po te kamerat kum nejtë. Hajt, të i dho presion, ja ka jerë, tha edhe të i në rruqa shofat, adi, kur kanë mungu atë qika tjera. Nejse mo, e pranan, s'ko qore për pranu, se tatuja, gjithë shka e kanë jo, gjinja, kjo e qetë në autobuse për Kosovë. Pethë jerin ta për shpis kanë, baba, pëse, na jem familje ndeshme, pëse ma shu qiken, e kish pas thonë, tha, s'kish pas lonë, tha, ose janë derë pan gjesh, tha kjo, e ti tha mu ma po përhaj, tha ma dha qiken, të ushit e ndeshme, tha ja, për mu kje qik nuk është. Nejse mu e në shëj, veç, janë bo masazherat e në qelë në Prishtinë, me bu mi pa, hap e masazh. E kështu që ju bëj apel, na shka jem Gjermani, që jem pa martu, do të me pas kujdes se shka s'pa merë bur njeri. Bjene jo që asit që e kanë gjesh këtë dion, edhe do të me morë për grue.